Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Arkivi. Arkivi ko pas kohë ka kushtuar emisione figurave të ndryshme historike, si poetëve, artistëve, këngëtarëve dhe sportistëve të njohur, të cilët kanë lënë gjurmë në arkivin tonë. Sonte do të shfaqim një dokumentar të televizionit shqiptar, i cili flet për një shkrimtar, publicist e avokat shkodran, i cili kishte dhënë shumë për çështjen kombëtare shqiptare. Sonte, përmes këtij dokumentari të vitit 1978, do të shpalosim veprimtarinë e Risto Siliqit, poet, publicist, avokat dhe veprimtar i çështjes kombëtare shqiptare. Madje poeti i madh Ernest Koliqi, Risto Siliqin e kishte krahasuar me Vasho Pashën dhe Naim Frashin për veprat e tij patriotike dhe kontributin në kryengritjen kombëtare të veriut. Ajo morë edhe me letërsi, madje libri i tij, pasqyrë e ditëve të përgjakshme, ruhet sot në Muzeun Kombëtar të Shqipërisë dhe përbën një vepër dokumentare letrare, ku detajohen kryengritjet e Kosovës të vitit 1910 dhe ajo e malësisë së mbi Shkodrës në 1911, që paraqiten të dhëna për udhëhecit e luftës si Isa Boletini, Idris Seferi dhe Xholule të tjerë. Ristoja e ka përshkruar këto luftra me ashtë vështirësi, pasi që ishte vetë pjesëmarrës me armë në dorë, duke luftuar kundër armishme të shumë të asaj kohe. Në një dokumentar të vitit 1978 të Radio Televizionit Shqiptar, me skenar të Stereospasës dhe nën interpretimin e artistëve të mëdhej shqiptar, si Sander Prosit, Margarita Gjepës dhe Pjetër Gjokës, prezantohet veprimtaria publicistit shkodran Risto Siliq. E ndjekim. Figura e Risto Siliqit kurdoherë më ka tërhequr vëmendjen, sepse ai tërë veprimtarinë e tij patriotike, tërë krijimtarinë letrare, ja kushtoi idesë më përparimtare dhe më demokratike të kohës, që bashkë me çlirimin kombëtar për vegjelinë shqiptare të vinte edhe çlirimi shoqëror. Ai quhet jo vetëm si një pjesëtar aktiv i kryengritjeve të mëdha të malsorëve të viteve 1910, 11, bile edhe të 12-s, por edhe si një nga intelektualët shqiptar të pakët që muar pjesë në mbledhjen e famshme të Greqës atë Gërçës së Kilmendit, ku u artua memorandumi që quhet në historinë tonë Libri i Kuq, edhe ku me këmbëngulje u kërkua njohja e plotë e kombësisë shqiptare. Risto Siliqi është edhe i vetmi autor që na la një kronikë të luftrave të kryengritësve të malsorë, të shkruara me një zemër të zhuritur, si të theksonte shtypi shqiptar i rilindjes. Risto Siliqi u quajtua edhe si pari poet shqiptar që flak për flak këndoi dhe ymnizoi sakrificat e trimëritë masive të malsorëve, që dënoi tradhtarët e kohës, barklastikët si quante ai, feudalët dhe kryetarët e klerit, musliman edhe të krishterë. Njëkohësisht, ai këndoi në tërë poezinë e tij një rrugë të vetme shpëtimi nga sundimi turk, luftën me armë. Njëkohësisht ai quhet edhe si një nga iniciatorët për organizimin fillestar
sindikal të punëtorisë. Ristosiliqi pra është bën pjesë ose i përket rrymës demokratiko-revolucionare të rilindjes, krahut të saj të majtë që ishte mbrojtur me idet më përparimtare të kohës. Ky është shkaku që regjimet antipopullore e kishin lënë Ristosiliqin krejt me një anë, e kishin harruar fare. Kjo është edhe arsyeja që figura e Ristosiliqit u vlerësua pikërisht vetëm pas çlirimit të atë dheut. Ristosiliqi lindi në Shkodër 94 vjet më parë, më 1882, në familjen e një bukpjeksi. Shpejt në ndikimin e botimeve të Bukureshtit, veprat e Naimit, Samiut e të tjera, të cilat u bën materiali bazë për edukimin e ndjenjes së tij patriotike, gjatë gjithë jetës Ristosiliqi mbajti në shtëpi një fotografi të madhe të Naim Frashërit. Ai filloi veprimtarinë agjitative për lirinë kombëtare qysh në bankut e shkollës. I ndjekur nga agjentët e Turqisë, u detyrua të aratiset në Cetin të Malit të Zi, ku bashkë me vëllezërit punoi si kuzhinier, kamarier e të tjera, hapi hotelin Albania, qendër grumbullimi e patriotëve shqiptar, dhe me vullnet kreu shkollën e mesme, si dhe ju fut vetë studimeve të drejtësisë. Ngjarjet me rëndësi vendimtare për jetën tonë kombëtare që po zhvilloheshin me shpejtësi të madhe pas vitit 1905, e hodhën Ristosiliqin në zjarrin e kryengritjeve të veriut, e bën këngëtor të tyre. Ai u bë pjesëtar i Komitetit Shqiptar për drejtimin e kryengritjes. Kur nga mesi i 1911-s, kryengritja u ndërprej si rezultat i presionit të Austrisë, Malit të Zi dhe i ndërhyrjes së pjesës reaksionare të klerit katolik të Shkodrës, Riston e ndoqën nga Mali i Zi. Në këtë kohë ai kishte përgatitur librin e tij që e bëri shumë të njohur, e ditëve të përgjakshme në të 5-tin shekull të Shqipnisë robnume, që e botoi në korrik të 1912-s në Trieste me ndihmën e patriotëve shqiptar. Gazeta Liria e Shqipërisë në 31 numra me radhë, duke filluar nga 11 gushti 1912, u bëri thirrje lexuesve të saj. Blini librin Pasqyra të Ristosiliqit, e cila është fort e vyer për çdo shqiptar, se në të janë shkruar shumë faqe historike me një zemër të zhuritur. Çdo shqiptar me ndjenja kombëtare duhet ta këndojë dhe ta ketë në librëtore të vet, se në të do të mësoj të ngjarrat e kryengritjes 1910-1911. Ristosiliqi, nga pasqyra e ditëve të përgjakshme në të 5-tin shekull të Shqipnisë robnume. Korrik 1912. Sa djelm shqiptar që ranë dëshmor nër këto lufta, gjithë se cili është shpërblye për një, 50. Dhe Shqipnia nuk është shfarue për disa të ndershëm dëshmor. Por kur të bashkohemi të gjithë shqiptarët ku jemi, e ta lidhim nërmjet një besë shqiptare, do të jemi të Zotit ta përzam hordhin e turkut jashta Shqipnie jo me armë, por edhe me huj të gardit. Mbasi Shevqet Durkut Pasha mbriti në Shkodër e u llogorue, qiti përgjithanësh të Llallin, që për 24 orë
Gjdo armë që t'i gjinët kujtu shtëpia, ta japin në saraj në garnizon, dhe ai që këte urdhënes nuk do t'a zbatoj, ka me u gjikue në gjyqin ushtarak i dare yrfie. U këshillue me argjipeshktin e Mëkadin, të cilët urdhnuan për ftnisë e hoxhallarëve të përpiqen pa u vonue ndër famullit të veta, simbas urdhnesave të Turkutit. Këta, si morën urdhën, se i cilin famullit të vetë, u përpoqen, predikuan e majtën vas nër kisha nër xhamia që në kur një mënyrë populli mos t'i kundërshtohet aksionit reformator. Por dhe gjoluli i trabojinit hotit me 7 shtëpia vllazni nuk u gjeq t'i japin armët. Në Shal, Mehmet Shpani me 10 shtëpi, nuk u dhate që armatoset për mësa shok, doli komit. Turgut Pasha, në kami gjyqin barbar i dare yrfie, dhe nisi të turpënoj e të shnjërzoj gjithherë të ndershmit shqiptar të e shfaq të ndyrin qëllimin e vetë. Si i vuni për fill të gjitha këto punë të poshtra, unis me 12 tabore kambësor, sa kalori 6 topa 2 mitroloza, u holën në Mirdit dhe ngrehu qadrat në fushë në Raqit. Thirri abatin e Mirditës e kapitan Markagjonin, i urnoj pa u vonue të përpiqen e të propagandojnë zbashku me priftnin e me hoxhallar në parin e Mirditës e të Lezhës, që të mbledhin armët prej gjithë 12 bajraqeve. Abati e Markagjoni bark lastikat. Pa u vonue u përpoqen me këta aksion dhe të rallëtuan të mjerët shqiptar. Në katë dhe pa vleft do të kishte qenun për pend të shqiptarit e për shpirë të një adhëtari që të kaloj për pa u ndalun në një fis fare të vorfen, mundimtar e pa dituni dhe kaq të rept e të guxum në trimëni, sikur se kemi fisin e Shalës. Bedri Pasha dërgoj 400 nizam në komand të Alibeut e të Mustaf Efendis, ju dha me vete 4 topa 2 mitroloza që të ndjekin krye kombitin Mehmet Shpani me 30 fatosa. Mehmet Shpani, si e lajmuan se është nis kundër tij ushtria mbretit, ungre e doli si me dilën pushke, si me gra e fëmijë, në maje të bjeshkës thethit të Shalës, në të cilën edhe në mujen e gushtit, bora e ftoft gjinët gjithherë. Është një shëmbëltyr si në romane, kjo e ndjekun dhe luftimi i ushtrisë turke. Të gjitha ditët i përëndojshin ushtrisë turkut pa një dobi. E kur u erte nata e të mërshme, komitet, por si shqara në përbor, uleshin e ju avicin nizamit papritur. Me një vigem e halakatje, ndezeshin pushket gjaksore, e me pluma përshkojshin trupat e ushtrisë dhe të mire shënosh, i ngjiteshin bjeshkes për pjet, pa i vegue nizami se ka vojte. Bedri Pasha, nisinim, edhe disa ushtar me urdhërnes, deri sa të mungojnë fare fishekt dhe të mosken gjasën me ngran, atëhere do mos do jepen dorë. Por, bas këti mendimi, pash Turqelia u tralltue. Fatosat komitat të Shalës, të mësum nërmunime e nërluftime, as një fije nuk u lodhen.
në të naltën e bjeshk, kur zateteshin për ushqime, i uleshin bjeshkës 4-5 djelmoqa, tin zisht natën pajve gukush, tu e vun për para ndolop, ndodhen ndodhi, i prezejshin dhe i piqshin, i hajshin pa buke krip, dhe lëkurat e dhemve e dhive, i kishin për mbloj. Lëkurat e lopëve e tjeve, i hapshin mbi huj të ngullun, që sa do pak, ti mbrojnë prej borës dhe erës, se shumë herë, kur fëmijët e tyne i rrante gjumi, do të rrishin nënat e tyne zgju, që sa herë ta shkunin prej borës, mblojen mbi fëmijë. Ku me gjama qiella sprani, ku janë majet rok me ren, aty gjinet i shaljani Mehmet Shpendi, trim si dre. Këtu vedin komit hodhi, lap tokën, shtëpin e gjanë, të e pi vesën si ka prolli, nga 100 sahat pangran, me qetësi e la jetesën, dhe Martinën e ka rok. Burash në burni e mur pjesën, me 30 komita shok. A i prerenve këqyr me të qeshun, lotet kanshme i kullojnë sytë. Plumba e gur po qetë si breshën Osmanlin tër poshtë e mbyt. Pasha sqeri u gërvali, sytë mjerim për toki ullë, ju zbe buza, ju vra bali, prej ilnimit mjekrën shkull. Mur kalem e shkroj ferman. Sultanat ma nuk mund të bari me mes shpeni mu gjet gjak. Ai është maj letë se shqarje se tigri ma zemrak. Kur nuk gjinet zdate zdeshun, por gjithmon nga tu përprit. Në zheg e në shije në bore në breshën, trupit i gjithmon vadit. Në Stambol, ankimi më rriti dhe sultani e këndoj. Një sahat Musa dhe spriti, gjegje pashës i dërgoj. Or ti pash, fortin ketë unue, sa dhe sytë gjak më lotojnë. Hiq mu shpendit kjof mallkue, ushtërin mos ma farojnë. Por se shpendi, si gjarpnusha pa asjerin që jashtë jek, ullë për e thetit, ra në fusha, donë ku tjetë gjithkun me njek. Risto Siliqi demaskonte politikën armiqësore dhe intrigën për çarse të turqive të rinj me artikullin Kushtetuta turke kukude dhe gastare në dorë të foshnjës, botuar në Konstancë të Rumanisë më 15 shtator 1912 në gazetën Atëdheu. Siliqi revoltohej për ndaljen e kryengritjes, shprehte urrëtitjen e thellë kundër feudalëve për tradhtinë dhe në vjershën ndalja e kryengritjes jepte kushtrimin për të ngritur përsëri në luftë derisa të sigurohej liria e plot. Nga Konstanca, ku kishte vajtur për të propaganduar kryengritjet e mëdha të viteve 1910-1911, Risto Siliqi i shkruante patriotit Vani Burda, prej shqiptarëve të Brailes, u ndava me një përshtypje shumë të kënaqur dhe shita 17 libra. Sa për këtu në Konstancë, më duket se janë e shuma të ftohtë, sidomos të pasunit. Proletarëve u falemi. Shpresën më të madhe ai e ka pra në vegjëlin, në proletarët, siç i quan ai vet.
Në poemën Burimi poetik, jo vetëm turret me zemrim të madh kundër botës së padrejtë, por mohon dhe ironizon gënjeshtrat fetare. Të dehun me fe, i quan Siliqi fanatikët tradhtar në vjershën e njohur të radhtorëve të kombit. Botën e pa shpirt të kohës, Siliqi e përfituron në burimin poetik, të zhytur dhe të mbytur në detin e fesë. Ai bën thirrje që njeriu të kushtohet, shpirtin ta përpjeki për të drejtën e të shtremtën ta ndjeki në botë të pa shpirt, e cila është zhyt në det të fesë dhe aty është mbyt. Poemën Burimi poetik, siç kujton poeti Lazar Siliqi, biri i Risto Siliqit, Risto si pëlqente ta recitonte në shëtitjet e tija të shpeshta në gjirin e natyrës. Poeti imagjinon veten në një ditë pranvere mes natyrës së mrekullueshme shqiptare. Por hallet e atdheut e kanë pushtuar të tërin dhe ai bën pastaj një udhëtim të fantazisë në krahët e Shqiponjës. Duke vështruar nga lart Shqipërinë, përpara syve të poetit shfaqet një pamje tronditëse. Robët lakuri që lidhë me zinxhir, i tërheqshin fare pa mëshirë. Këta britshin, brit ma vinde në qelë, drith të rezet e të shëndriqmi djellë. Pleqe foshnje kërkojshin lëmosh, por kërkush ankimet sua hosht. Ndodh të burri fatosi gjor, delte në mbrojtje e binde dëshmar. Por sa jeta që u kthende në kërma, e të reqshin zhark në përkaldrema. Shtate krye për shkrepi a thyshin, dhe u e gurët me gjaku për lyshin. Britnin vashat, britnin vajzat reja, brit ma vinde në qelë si rufeja. Mbrojtje, mbrojtje! Kujt kërkojshin mbrojtje? Kujt janë kohën qëndrime vojtje? Botës së ndyr, apo qellit lartë? Ah, po, qelli dhe bota janë qartë. Gjakujt lirë ma nuk u rejnë dërgjina, vetë vetën kanë zhytë ndër poshtërsina. Populli shqiptar dërthe gjakun, idealistët dëfreshin ndër shantana, ndër kafenerat Evropës. Se cili kujton se ardhmja e Shqipënisë është në dorë të tyne. Se cili don me qeni parë. Se cili thot janë faktori lirisë. Jo, orzota, jo, nuk është ashtu. Ma e shtrenjtë është një pike gjakut e një dëshmori se të gjitha përpjeket në për Evropë. Lirin Shqipënisë nuk ja prut ju, as ja dha Austria, as Italia, as në një shtet tjetër. Patrioti Jani Vruho, në korrik të vitit 1914, botonte në gazetën Liri e Shqipërisë një artikull të mprejtë me titullin Tradhti, ku duke ngullur këmbë që në punërat e shtetit duhet të vije në bura nacionalist e nuk tradhëtor, e radhit Risto Siliqin midis emrave të patriotëve më të njohur e të ndershëm të kohës. Do të në thoni tani, shkruan Vruhoja nga Egjipti, se pse nuk erdhë në durës ata që patën punuar për Shqipërinë. Erdhë, zotri, erdhë Fanoli, Hilmosi, Aleksandr Gjuvani, Mial Gramenoja, Risto Siliqi e plot të tjerë, qysh nuk erdhë. Po këta nuk qenë nga ata të pagjakërit në faqe dhe i lanë jashtë vathës së veprimit. Agjentët e Malit të Zi i bën atentat, por nuk e vranë dot. Në gazetën Liri e Shqipërisë të Sofjes më 21 janar 1915 u botua ky lajm mbi atentatin kundër Risto Siliqit. Këndojmë në një gazetë të huaj, Corriere delle Puglie, që të dashunit patriot Risto Siliqit, një njeri i poshtëm,
i paskarën me pisqoll natën. Duhet të dalë në shish cili është organizator i këtij atentati. Në fund të luftës së parë botërore, Risto Siliqi tani më në moshë të pikur krijoi familjen e vet. Në këtë kohë ai kishte hapur në Shkodër një zyrë advokatore. Zotësia e tij juridike dhe si orator, shoqëruar me ndershmërinë, me parime demokratike dhe atë dhe dashurinë e njohur, e bën atë një njeri të vlerësuar, sidomos nga shtresat e varfra të qytetit e të malësisë, që e patën mjaft herë mbrojtëse të papagesë. Më 1922, advokatin Risto Siliqi e emëruan gjykatës në Vlorë, ku botoi veprën e vet juridike e drejta kambialore. Në mesin e vitit 1923, ne e shohim Risto Siliqin si anëtar nderi të komitetit Det Gjoluli, që përpiqej të ngrinte një monument për heroin. Në falenderimin që botoi me këtë rast, Risto Siliqi nënvizonte me mprehtësi se Det Gjoluli nuk triumfoi me kombinacione, por me vepra të gjalla që i dëshmojnë edhe shkrepat e thepishme të maleve tona. Risto Siliqi përkrau me gjithë zemër revolucionin demokratiko-borgjes të qershorit 1924 dhe u trishtua kur në dhjetor Ahmet Zogu, me ndihmën e forcave më reaksionare të brendshme të jashtme, mori pushtetin në dorë. I pikëlluar për shkatrimin që pësoi vendi ynë prej ndërhyrjeve të huaja dhe në kundërshtim me regjimin antipopullor të Zogut, Risto Siliqi më 1925 u tërhoq nga tereni politik dhe bëri një jetë private si advokat. Por ai kur nuk i shkëputi lidhjet shpirtërore me shokët e tij të përpjekjeve për liri e për demokraci. Bashkëshortja e Risto Siliqit ruante gjithnjë fshehta si fotografitë e varrimit të Luigjë Gurakuqit, vrarë nga Ahmet Zogu në barit e Italisë më 2 mars 1925, si edhe një fotografi me interes të veçantë të patriotit dhe revolucionarit të vendosur Salih Hoxha ose Hidri nga Elbasani, pjesëmarrës në kryengritjen e veriut, fotografi dërguar ilegalisht Risto Siliqit në Shkodër. Fotografia ka mbrapa këto fjalë shkruar Ristos për kujtim nga Salih Hoxha prej Selanikut më 10 mars 1925. Miku yt Salih Hoxha, mbasi u persekutua shpërisht në Elbasan e në Përkatunde, u shtrëngu me veshun si katundar dhe me kalu kufinin grek, e dul në Selanik më 7 të këtij muaji. Ju falet me shnet, ashtu edhe dashamirëve. Në këtë rrugës të ngushtë, banonte gjatë luftës antifashiste nacional shtrimtare familja e Risto Siliqit. 4 fëmijë të tij u burgosën nga fashistët. 3 prej tyre u internuan në kampin e Prishtinës. Nën Eksa, me 5 fëmijët e saj, e shndroi këtë shtëpi në një bazë të lëvizjes nacional çlirimtare, ku mblidheshin ilegal dhe ku botohej revista ilegale letrare Liri. Tashi që bëjmë festimin tonë me pushkatarin dhe poetin Rilindas Risto Siliqi, e kam për nder edhe kam për gëzim t'ju paraqesh një balladë për festimin e tij. Ballada është kjo. Balladë për poetin dhe pushkatarin Rilindas Risto Siliqi. Poet Siliqi, nisu shpejt, ku shfren me kob e liga. Ku ndeshet kombin ngritur kejt, me triku qedra shtriga. Shpejt me mauzerin të në zemrak, dhe penden e praror. Ku mposht al dupin turkoshak, a dhe u dyko dëshmor.
Flet Risto Siliqi. U zgjua Shkodra me tundim prej lajmit të papritur, se më cak lëshoj kushtrim Kosove kryengritur. Përshkuam Tuzë, Grude, Hot, e Shale dhe Tropoje, ku me Shpendi gjindet Zot, a dheut në pararoje. Me det Gjolule me Shpend, u bujtëm gjithë një natë, na dha si kush me gaz e shend, në agim nga një dhurat. Nga një djalosh për luft e zjarë, nga kule vetë krenare. Ky deda, që nuk një sultan, na dha kol marashvatën. Ky Shpendi, që s'njet Turk Osman, na dha Zef Lani shpatën. Po Gjon Pullumbi gjvat krenar, prej Gozhdës Jataganë. Do vi dhe vetë vullnetar, ta skuqim tok mejdanë. Hajtë dikli plump në të mazerë, me qitjen e pasharë, përftoni laft, përftoni ndër, ta ndjej Evropa mbarë. Të mirën beqë shtrentat dhe o nisë më shtatë vetë, dhe fluturonim plota re, si tishim zogj me fletë. Dhe krep më krep, e zal më zal, me shpirt të paduruar, gaj madhi shkas, gaj madhi mal, plot duf për të luftuar, kaptuam 7 male resht, dhe s'fol më 7 fjallë. Kaptuam 7 male resht, Kosovës për t'ju falë. S'qëndronim dot, s'duronim dot, prej kobit të papritur. Mirë dite lu me Shale hot, pa beft i shkrengritur. Se kish dhe në urdhër qenit turk të qarmatoset vendi. Të derdhe gjak shqiptari qurk, të kapet deda e Shpendi. Kur zbritëm në shtektim jugor, nga drini zima tanë, këndonin me zë burëror, Hotjanë dhe Shaljanë. Nuk lidhet det Gjalluli madh, dragua fish prefisi, të kap si berë të fut në vadh, të mvarë në degëlisi. Nuk lidhet Shpendi lartë të theth, pret gjylet 100 tokë, i pret misup e prap t'i eth, Sultan Jezid Bikok. Duke shektuar gjithë një, dëgjonim këngëtorë, ja theshil forqit shkeme të, lumjane e milditorë. Syndot në lumë qenë zuzar, Manov Anadolaku, rok pushkën plaku 100 vjeqar dhe 7 vjeqar qunaku. Filoj në lumë sul mizi, do lumën të skretoj. Pashaj finok për para ti, dërgon një pararoje. Një komandar i egral dup, hypur serbes pikale, takon me pushkën për misup, aty përbal një djallë. Këndon të djaloshari lumë, me delet në ato shpatë. I qfriri turqeliu do dumë, hej, je patar mëntate. Po shpejt bariu qëllon e shtje, për mbys për posh barbari. Ja shpje sultanit për meze, kush qarmatos shqiptari. Si mbaruam poezinë, se vetëm në poezi mund të këndohet Risto Siliqi. Basi poezi dhe me thënë koncentracion shpirtëror. Duhen fjalë të forta, duhet arti madh, që të mundim të shprehim pak së paku parafërisht forcën të rilindasit Risto Siliqi. Si mbaruam poezinë tash, po them disa fjalë si ti thuash në prozë. Unë kam lindur kur mbaroj rilindja, po jam edukuar me rilindjen. Kur isha 20 vjeçar, vajta në Bukuresht. Atje gjeta librin të Risto Siliqit. Se kisha lexuar gjeratere, gjirë 1920. Ai libri është botuar në Korik, në Trieste, më 12 Korik më duket. E lexova, e rubeva. Më falni, të Xhviti ka qenë? 12 Korik i Xhviti. 1912. Po.
për para ngritjes të flaforit. E lexova si që kishe lexuar tërë poet të rilindash, se me poet u bë rilindja, pastaj me prozë. Edhe më bëj përshtypje ky poet i rilindjes, të cilën unë edhe se kisha njohur, pas se ky kishte vrull shumë të madh shpirtëror, fuqi të madhe shpirtërore. E i lexova një herë, nuk besoj dy herë, se mjaftoi një herë. E gjerë më sot i mbaj mend disa strofa që lexova. O fatosha o jutrima, kur të kthejnë lullë pësri, prej shqicve mos typ në ndima, shpal një vetë shetë ledi. Duke e mbyllur emisionin me penë e pushkë kushtuar 40 vjetorit të vdekjes së Risto Siliqit, në vjen ndërmend një nga vjershet e tija kushtuar krujës. Në të poeti, duke ëndruar për të ardhmen e Shqipërisë, shpreh optimizmin e vet, besimin e thellë se liria do të vijë patjetër, do të vijë jo me lote, por me përmes luftës, gjakut e sakrificave. Ri në qetësi, e bardha kruje, ri e duro deri një ditë, se shpëtusi me të shpëtu ka me le e ka me uritë. A i shpëtus kam i përgjas Skënderbeut, burit plak, tokën tande ka me la, jo me lote, por me gjak. Le të përfundojmë me vlerësimin e saktë që i bën figurës së Risto Siliqit, historia e letërsisë shqipe. Poezia e Risto Siliqit quhet për ndjenjat bujare që e frymëzojnë, për hovin revolucionar, etjen e drejtësisë dhe protestën shoqërore. Ai është një nga përfaqësuesit më përparimtar të letërsisë shqiptare të mbarimit të rilindjes. Risto Siliqi nisi të njihet dhe të çmohet përsëri vetëm pas çlirimit si një nga shkrimtarët përparimtar më të frymëzuar. Kush o Zot na shëron plagët, kush na e kthen atij që van, loton bryma, bari lagët, thua se qielli me lot kjan. Me sa hapet qielli riqëm, zdukesh hana kishte ik, gjithë dhe yjet shëndritshëm, një mas një tu ju fik. Me këto vargje të Risto Siliqit e mbyllim emisionin e sotëm të Arkivit. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim në javën tjetër.